tek pjesa e plazhit Lune Mare Seaside Suites, këtij kompleksi fantastik familjar. Në fakt kjo është pjesa e plazhit. Këtu shohim që ka edhe këto kajakët që për aktivitete sportive është shumë mirë në ujë dhe preferohen shumë si nga fëmijët edhe nga të rriturit. Plazhi këtu vjen në shezllonët, nuk ka asnjë bllokadë për sa i përket pamjes së detit, që është fantastike. Këtu në plazh mund porositen edhe pijet, edhe koktejlet që janë shumë të preferuara, ndërsa këtu mbas meje, kjo pjesë shërben edhe për të relaksuar gjatë pasdites, ku mund të pijet një pije bashkë me miqtë ose familjarët, edhe të shijohet edhe pjesa e rërës dhe e pamjes. Pra, një pamje shumë e bukur, mbrapa meje është edhe lokali është krejtësisht me pamje nga deti dhe shezllonët nuk e pengojnë fare, prandaj janë spostuar anash. Plazhi i Borshit është një mrekulli e natyrës, në fakt, por ajo që e bën akoma më të veçantë është gjithashtu edhe pamja e maleve që e rrethojnë plazhin, që është diçka fantastike dhe gjithë huajt këtë thonë, fakti që këtu është ende një vend i virgjër, është ende natyrë dhe ndërtimet nuk kanë arritur që ta bllokojnë këtë mrekulli të natyrës.